Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë sot ka vendosur të sjellë një histori, në fakt një histori konflikti motor e vlla nga Berati. Në fakt është 70 vjeçaria Asie Dyrmishi, e cila ka dërguar një mesazh në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe ka kërkuar që konfliktin prej vitesh që ka me vllajën e saj Flamur Mamutaj ta bëj publike, pasi kjo motor ka 10 vite që nuk ka kontakte me vllajën e saj dhe gjithçka ka nisur për një pronë të blerë së bashku në Tiranë, por sipas 70 vjeçares, vllai e ka mashtruar, manipuluar dhe këtë pronë e ka marrë ai. Duke mos arritur dot të gjejë një ndërmjetësim, ka ardhur ta bëj publik këtë histori, kështu që unë menjëherë dua ta përshëndes 70 vjeçaren Asie Dyrmishi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe sinqerisht më vjen shumë keq që 10 vite asnjë kontakt me vllajën, konflikt për një pronë. Nuk e merr mundimin që të vij të flasim. Dhe të gjeni një zgjidhje. Unë besoj që e ke pasur të vështirë të marrësh vendimin ta bëj publik apo jo. Shumë të vështirë. Shumë të vështirë. Nuk kam dashur kurrë, po vazhdon dhe po thellohet më shumë. Dhe u detyrove të vijë në studio. Një mora juve në telefon. Do e dëgjojmë rrëfimin tënd, por ju përballë keni avokaten Drita Avdyli, avokate ndërmjetësuese, është dhe kryetare e dhomës së ndërmjetësimit. Përshëndetje e dashur Drita dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën dhe sinqerisht jam shumë e surprizuar sepse ndërmjetësimi është i vetmi proces për momentin që zgjidh shumë shpejt konfliktet, jo vetëm pronësore, por jo vetëm që zgjidh të konflikt, por rregullon pastaj dhe konfliktet, pasi zgjidh konfliktin, rregullon dhe marrëdhëniet midis njerëzve, që në këtë rast janë marrëdhënie. Gastaria Ersela nuk të ka ftuar sot në studion e emisionit Pa Gjurmë, sepse kemi nevojë për këtë ndërmjetësim, se këtë gjë do dhe kjo 70 vjeçare që realisht ka këtë konflikt ndër vite me vllajën e saj. Por përpara se të dëgjojmë rrëfimin dhe gjithnjë me shpresën që pala tjetër do na dëgjoj dhe do reagoj, unë dua të prezantoj një kronikë që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi. Asie Dyrmishi prej vitesh ndodhet në një konflikt familjar me vllajën e saj për një pronë në zonën e Astirit. Sipas saj toka është bler bashkarisht, por që në fillim barra financiare ka rënë vetëm mbi të, pasi vllai nuk ka pasur mundësi ekonomike. Parat për blerjen e tokës janë siguruar përmes një huaje, ndërsa ndarja e sipërfaqes është bërë në mënyrë të barabartë. Më pas e moshuara ka shitur pronat e saj për të ndërtuar banesën, duke e mbuluar e vetme të gjitha shpenzimet, si për ndërtimin, ashtu dhe për legalizimin. Ajo tregon se vllai nuk ka kontribuar në asnjë moment financiarisht. Megjithatë, ajo e ka ndërtuar edhe për të, duke menduar se po vepronte si motor dhe se paratë do t'i ktheheshin në kohë. Aktualisht vllai nuk jeton në Shqipëri, por jashtë vendit, ndërsa pjesën e banesës e ka dhënë me qira. Sipas 70 vjeçares, qiraxhinjt janë kthyer në burim konfliktesh të vazhdueshme, duke sjellë tensione të forta në familje. Konflikti ka prekur rënd edhe marrëdhëniet familjare, duke përçarë ato me djalin e saj të madh, për të cilin ajo shpreh se është nxitur nga daja dhe është kthyer kundër saj. E moshuara thotë se ndihet e kërcënuar dhe e mbajtur peng prej vitesh në këtë situatë, pa gjetur zgjidhje. Ajo kërkon ndihmë për të zgjidhur konfliktin, duke apeluar që vllai i saj të përballet dhe të mbyllë këtë çështje në mënyrë paqësore, me dëshirën për të kthyer në marrëdhënie normale familjare. Njëkohësisht, ajo kërkon ndëm shpërblimin për investimin financiar që e ka bërë për ndërtimin e banesës, duke shpresuar se drejtësia dhe ndërhyrja do t'i japin fund një konflikti që e ka shoqëruar për vite me radhë. Jemi rikthyer në studio dashur miq, e dëgjuat edhe materialin e përgatitur nga gazetaria Ersela Malaj dhe do ta nis intervistën e dashur Asie me ju për të dëgjuar rrëfimin tuaj. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe vllait tënd? Atëherë ne para 20 vjetësh kemi bler vendin për të bërë shtëpi. Dhe ky vend ku ble? Në Astir. Në zonën e Tiranës, në Astir keni bler një tokë. Kemi bler një tokë. Të dy së bashku me vllai. 200 metër ne, 200 metër vllai. Edhe e marrim në telefon vllain se donte lekët i zotit tokës që t'na jepte tokën. Edhe të bësh certifikate. E të beshin të tëra dokumenta. Po. Edhe vllai na thot, iki merr te kunati, te vllai gruas, lekët e mia të tokës time. E vajti im shoqi mori, ja dham, në rregull. Tashti, gjatë këtyre kohëve,
ne mendojmë se si që marim vetë borgjin dhe e lajmë, menduam që e ka larë. Por jo, me kalimin e viteve. Por përpara se të arrim këtu, na shpjego, në momentin që ti more lekët e vllajt, i cili të tha do shkosh në filan vend ti marrësh lekët, dhe u mblodh ajo shuma dhe ju ja dhat pronarit dokumentat, në çfarë emri dolën? Në të dy emrat. Në emrin tuaj dhe në emrin e vllajt ka dalë certifikata në të dy, e pronësisë, e tokës që bet. Pastaj, po kalonin vitet, edhe hajde të bëjmë themelet, se unë isha me qera për vete time. Pra e bleve ato tokë ta shfrytëzoj. Tamam, doja qetësohesha të benja shtëpi. Plus që edhe fëmijët unë i kam më të rritur se aji. Dhe aji i kishe të vegjël, unë i kisha për të martuar më përpara se sa aji. Por çfarë të pengonte ty që në pronën tënde të hidhje themelet? Jo, do ta bëjmë bashk. Brenda atyre metrave? Sepse djali i madh i imi, kur është pushuar im shoqi nga puna, iku tek Daja, për të punuar në Greqi që të bente dhe shtëpi. E qartë. Më kupton? Pra ju blet një tokë, sa metra? 400, 200 njeri, 200 njeri. Por që do ndërtohesh vetëm një shtëpi ku do ndanit katin e para i, katin e dytë. Gjysëm njeri. Po, e qartë. Njeri, kemi shkallët, njeri ka majtas, njeri ka djathtë. Një katë që shtëpia, ishte ideja. Një katë shater, tash i është bërë 2. Dhe çfarë ndodhi? Dhe merr në telefonon për themelet. Hajde, nuk kam lek. Mirë, dakord. Është normale se njeriu nuk mund të ketë para dhe... Po, dakord. Edhe merr pra po e njëjta përgjigje. Shita shtëpit. Edhe shtëpit nuk, shtëpit e mia, se nuk shiteshin me njëherë. Do me thënë, pas takoj u shitën shtëpit. E mora në telefon, hajde se i shita unë shtëpit. Dhe të bej. Erdi. Si një motor që me ato parate tua të nisni themelet e shtëpis. Po, themelet i kishin bërë themelet. Unë kisha dyqan në kombinat dhe punonim me të ardhurat e dyqanit. Ndërtoje shtëpinë. Themelet e të dyja apartamenteve, të dyja palëve. Pasaj për të ecur më lartë, shita shtëpit. Po? Edhe u blen dhe materiale, u blen gjitha të materiale, kishim në taras lartë gjitha të magazin me materiale, që i shit idealisht. Por në ndërtimin e të dyja shtëpieve, keni kontribuar vetëm ju? Po tashin e këshu themi, që ne kemi betonet, të themi këshu themi dhe si është. Betonet, ato, kolonat, betonet i kam bërun. Se vllai nuk kishte para? Nuk kishte. He do t'i bjeri sot, he do t'i bjeri nesër, s'ka. Po? Tashti, edhe për katin e parë, që unë barua kati parë, kati dytë djali. Hajde djali, do martohesh, se po t'i iken mosha, kur do vish? Tashi unë e ndjeja unë që thoshte, a i tjetëri, që unë nuk të letë vesh shtëpit e tua ti pa bërë mija. Kush të thoshte? Po Daja. Vllai juaj? Im vëlla. Pra, le të themi ti mbarove të dyja shtëpit, dhe kërkohet t'i hidhje në apartamentin, në shtëpin tënde, katin e dytë për djalin tënd. Për të martuar djalin. Po ç'lidhje kishte vllai jot në këtë pjesë? Ajo ishte e jotja. Po taraca bëhet bashk. Nuk bëhet më vete. Dhe ai të ndaloi që ti të ndërtoje. Po. Edhe djali që ka ardhur do ta bëj dhe të Dajës unë, nuk do bëj vetëm timen. Po bëj retendin ç'ke me Daje. Jo do ta bëj. Ja kështu. Dhe çfarë ndodhi? Ngelëm tashi pa bërë lart. Merë në telefon unë, që në 2011-ën kjo punë, hajdere se kam fëmijët pa shtëpi, jam vetë pa shtëpi, se unë vërtet katin e parë, po në katin e parë kam patë kopësht. Që ke shfryzuar? Për të punuar se isha pa punë, këtu nuk gjeje do të vend pune. Kështu që e bera ka stile për këtë punë. Edhe hajdere, bolli kam unë ato që kam berë, nuk bëjmë e shtëpi. Po mirë, të flasim pak edhe me dritën drita, kjo është një konflikt i zakonshëm, të pronësive, motrë dhe vlla, por ajo që kuptoj unë është që këta nuk gjeni gjithë të përbashkët. Të mban, më kam bajtur peng gjithë kohën. Kjo nuk është vetëm zonja, po shumë familje, sidomos nga qytetet të tjera, kur vinë në Tiranë, që vendosin bashkarisht, ndofta, them unë, atë iniciativën e merr njëri për të ardhur në Tiranë dhe mundohen që me të ardhurat të përbashkat të fillojnë. A është një gabim nga ana e shqiptarëve? Sigurisht, sepse e para punës shqiptarët nuk kemi një edukat
ligjore që çdo gjë ta bëj me dokument. Jam shumë e bindur që edhe ndërtimin e katit parë të dy anët e kanë bërë pa fatura, ndofta jam unë e gabuar. Kemi ruajtur. Jo. Kemi ruajtur, por nuk e dim shoh që ka apo si ka. Mi pra, dhe dua të them që për shembull zonja duhet i drejtohet bashkisë për të hedhur themelet e katit dytë, pra të marrë leje individualisht dhe nuk ka pse. Gjithsesi, ky konflikti ndofta ka dhe gjëra të tjera, sepse unë e kam vënë re kur palët vinë, kur vjen pala parë dhe kur pys palën e dytë, jo edhe pa u përballur, por kur vjen pala dytë, gjithmonë konflikti është si një iceberg. Dhe sa herë bëj takime, dalin gjëra të reja. Kështu që unë jam e bindur që në kontaktin që të kem dhe me palën e dytë, me vllajën e zonjës, sigurisht që duhet shohim dhe dokumentat për të zgjidhur këtë konflikt. Është një konflikt që në ndërmjetësim është një ndër çështjet e pronave, është një ndër lloj që mund të zgjidhet një flagë e madhe për shoqërinë edhe shqiptare. Por ne duhet mësohemi që gjërat i bëjmë me letra, i bëjmë me kontrata, në mënyrë që të jemi dhe pak të pavarur nga ana ekonomike, sigurisht dhe në pavarur gjatë hapave që duhet marrim. Unë nuk e di sepse do njihem sot dhe me dokumentat. Po, i kemi, ndërkohë që zonja e ka të ndarë edhe e keni të legalizuar ose e keni me leje dhe ndërtesën? Më falë që po bëj. E kemi legalizuar që në 2017. Dhe në emrin tuaj të bashortit kemi pjesën tuaj? Gjitha këto dhe asnjë lek s'ka paguar dhe për legalizimin. Shiko, varet pastaj fare të vijë dhe të interesohet. Tani unë duhet të bëj dhe një pyetje, më fal. Po patjetër për këtë të kam marrë. Është legalizuar kati i parë, gjysma është në emrin tuaj dhe gjysma është... Janë legalizuar të dyja katet. Okej, në emër të kujt? Po, në emër të kujt? Në të dy emrat. Në të dy emrat. Dhe jam shumë e bindur që ti mjafton që të bësh një kërkesë pranë njësisë bashkiake për të hedhur katin e dytë dhe për të marrë lejen dhe nuk ka nevojë të tretin. Pra nuk keni nevojë që të niseni bashkë. Gjithsekush paguan pjesën e vet. Gjithsekush merr leje për pjesën e tij. Unë jam shumë e sigurt dua të marrë dhe kontaktet e palës tjetër. Uroj që zoti Flamur Mahmutaj të na ndjeki ditën e sotme dhe të reagojë, sepse motra e tij ka 10 vite që s'ka kontakt dhe një numër që na ka vënë në dispozicion nuk funksionon, me sa më tha gazetarja. Kur ke folur për të fundit me vllajin? Jeton në Greqi, me sa kuptova? Flasim. Jo, nuk flasim. Nuk flisni fare. Po pra zakonisht, konfliktet e pronave sillin dhe konfliktet midis familjes. Dhe gjë më e mirë ndërmjetësimit është se jo vetëm zgjidh konfliktin, por rregullon edhe marrëdhëniet midis familjeve, në këtë rast të vllajt me motrës. I duam prandaj dhe jemi bërë bashkë. Okej, atëherë duhet më jepnim, jeton, kush jeton? Asnjë nuk jeton, asnjë nuk jeton. Është bosh shtëpia e vllajës, ai jeton në migrat. Jo, është me qira. E ka dhënë me qira. Dhe ai jeton në Greqi. Ndërkohë që gazetarja ime Ersela atë numër që ka arritur ta gjejë në këto momente të zotit Flamur, le të ma dërgoj në telefonin tim. Unë dua që të jem transparente dhe ditën e sotme ta provoj këtë kontakt të ri që gazetarja ka mundur të gjejë të vllajt të Asie Dyrmishit, me shpresën që ai do na përgjigjet nga ana tjetër e telefonit. Ndërkohë e dashur Asie, sa avokatja Drita të shikoj dhe ato dokumenta që na ka vënë në dispozicion, e tha bukur avokatja, pse duhet të presësh ti lejen e vllajt për të ndërtuar katin e dytë, kur shumë mirë drejtohesh bashkisë dhe të marrësh leje dhe të vazhdosh punimet? Po, kemi bërë disa kërkesa. Po? Jo një, po disa. Edhe na vjen përgjigja që ka defekt balkoni, ka defekt shkalla, ka defekt dhe të gjitha këto që kanë tek shtëpia ime, jo tek shtëpia tjetër. Te shtëpia jote, jo e vllajt. Por ama që të fillosh, që të marrësh lejen për katin e tretë, sigurisht që duhet evitosh dhe këto defekte që kanë katin e dytë, sepse rregullohet, sigurohet, sigurohet dhe jeta e... Jo, nuk janë, po behen për të vonuar, për të mbajtur pengë. Se kjo është një problem që ti e ke me institucionin. Atëherë nuk e ke vetëm me vllajin, e ke edhe me institucionin. Me sa po kuptojmë, pjesën që nuk t'i jepet leja për ndërtim. Nuk është vllaja ai që po ta pengon ndërtimin Asie. Ishte me 2 emra. Dhe duhet të jetë me një emër. Ndërtesa e ime duhet të jetë e imja, kurse ndërtesa e tij duhet të jetë e tij. Atëherë, e dashur Asie, për të folur edhe me sinqeritet, kur ti
nise këto debate me vllajin tënd, konflikte, ai kur vinte në Shqipëri për pushime, ikte me pushime ikte, kurse po, e qartë, si çdo emigrant që vjen për pushime në Shqipëri, por ti ke patur shansi ta takosh. Kur i ke kërkuar parat? Nuk i kërkoje dot para atij njeriu. Ustallarët që kanë punuar aty janë bërë vite. Asnjë lek s'ka paguar, asnjë 100 lek. Por çfarë justifikimi të ka dhënë? Për ustallarët që kanë punuar. Ti pretendon që ja ke ndërtuar shtëpinë vllajt. Tëra në kurrizin tim. Pra unë desha më fal. Duhet bëj edhe një pyetje. Pra, megjithëse e keni të ndarë pasurinë si tokën, ashtu dhe ndërtesën 2 në emrin e familjes tuaj dhe të vllajit, vllaji ti ke kontribuar financiarisht dhe për pjesën e vllajit? Po tash, si do ta themi? Jo, atë na është e vërteta. Ja, kjo është e vërteta. Po nëse ti ke bërë vetë me bashkëshortin dhe familjen, pse duhet i vesh në emrin të vllajit këtë legalizim? Pse nuk e vura në emrin tënd? Se ti ke nxjerr lekët. Tash ne jemi motër e vëlla. E ka bërë si një motër për ta ndihmuar. Gjithnjë motra është motër. Nuk i dija se çfarë do ndodhte nesër. Gjithsesi unë jam e bindur se po ti dija, mua më erdhi numri, uroj që në këto momente është i mbyllur, më del sekretaria. Ercela, është i vetmi numri që kemi në dispozicion, apo kemi 2 numra të flamurit? Shiko, mundet që tjetë edhe në punë dhe ai nuk po, për shkak të orarit mund të jetë edhe në punë dhe realisht nuk. Por, e dashurasie, keni motra vëllezër të tjerë? Kam edhe 3 motra të tjerë dhe 1 vëlla tjetër. Me jetë i kesh të gjithë. Tani, kur ka konflikte në familje, besoj edhe motra dhe vëllezërit e tjerë marrin pjesë dhe mundohen të zbusin gjëra dhe të ndihmojnë. Si ka reaguar motra dhe vëllezërit e tjerë? Atëherë, unë, kur i kam marrë vesh këto, sepse me këtë punën e shtëpive është marrim shoq, me dokumentacione, me të gjitha. Ne vetëm që i kemi punuar, kemi ndërtuar. Edhe, kur i mora vesh, unë ishte një çik vonë. Edhe nga ajo që kur i mora vesh, nuk më erdhi mirë, drejt, kam regjistruar emrin të Eni Çobani. Po? Dhe zonja Eni që në takimin e parë më ka thënë që zonja Asie do vesh në gjyq. Dhe unë vajta në shtëpi. Pra ajo të këshilloj që ti të vije në gjyq, ti idhe në gjyq vllajin. Do vesh në gjyq, tha që të ndash. Se ti thua e kam berun, ai thotë e kam berun. Por si do ta vërtetoje ti që e ke bërë ti këtë shtëpi kur ti nuk e asnjë lloj dokumenti? Po, atëherë. Vete në shtëpi unë dhe i them tim shoqi, kështu më tha zonja Eni. Më thot tim shoq që me kartën time ti nuk vete do të në gjyq. Nuk e denoncove vllajin? Nuk vete në gjyq, më tha ai. Jo, nuk e denoncova, po vajta i thash zonjës Eni që kështu. E qartë, por vllai më tha vete ti me kartën tënde. E qartë, por që mos ta përmendim edhe kolegen tjetër. Dakor, e qartë, ai ka dhënë një këshill. Shumë ne jemi për ndërmjetësim, prandaj është edhe zonja Drita avokatja për një ndërmjetësim. Pas kësaj, të bëra pyetje tjetër, vajti dhe e ndau i vëlla shtëpinë. Bëri ndarjen. Bëri ndarjen. Sepse shtëpia ka qenë e përbashkët. Me 2 emra. Po? Edhe tashi vajti e bëri ndarjen. Por, e qartë. Pasi e mori vesh që do shkonim atje nuk i vinte mira, ku ta di unë se kështu. Shiko, atëherë dhe një herë, pra keni një vilë 2 katëshe, dhe keni të ndarë nga ana majt. Nga ana tjetër. Pra, juve nga ana tjetër është vllai. Vllai juaj. Dhe duat të qartësohemi si e ndau, se nuk e kuptoj këtë. Si e ndau? Ju të ndarë kishit. Ju të ndarë kishit. Të ndarë kishin, po emrat ishin me 2 emra. Nuk e di se si e ndau. Kanë qenë bashkëpronar. Nuk e di se si e ndau. Nuk e di. Po që na jemi bashkëpronar, mund të jetë familje, një dyta e ka njëri. Dhe ju akoma dhe më mirë nëse e kanë të ndarë. Zonja mund të aplikoje vetme për pjesën e... Po deri dje nuk aplikonim dot. Por sot avokatja të thotë i jepet mundësia. Ti nuk e ke bërë këtë aplikim. E ka bërë djali. E qartë, ti sot ke ardhur ti bësh një thirrje publike vllajt sepse nuk e kontakte me të. Por përpara se të bësh të thirrje, unë të bëra një pyetje. Gjithnjë ajo gjuha e ndërmjetësimit e tha dhe avokatja është gjëja më e mirë që duhet arrihet mes këtyre konflikteve. Dhe ti e kërkon këtë ndërmjetësim me vllajin tënd. Kur ti kërkove ndihmë te motrat e te vëllezërit e tjerë, të cilët do bënin rolin e ndërmjetësuesit, çfarë ndodhi? Vllai i madh më tha mua mos ik. Atje mos e denonco, e qartë. Ashtu. Edhe do ta zgjidh unë. Edhe zgjidhi vetëm këtë. Që ndau shtëpinë
Pra shtëpit të katit parë dhe katit dytë janë personalisht në emrat e dy, gjë që është shumë korrekt. Në ndarjen, po? Unë doja të bëj edhe një pyetje gjatë tyre 10 viteve në dasmat që keni pas, apo në vakira, i keni folë me njëri tjetrin? Absolutisht. Pra, shtëpia është bërë që sebeb që ju mos flisni. Po. Mirë. Janë nga ana e atij, nuk janë nga ana ime. Atë është ai që nuk duhet të hysim. Mirë, edhe anën tjetër. Dakor. Përpara ju asnjëherë se bën vetëm. Jo, nuk jam dakord, po domethënë unë aty kam qenë. Vetëm ju pretendoni që dhe katin e parë dhe që të saktësohem në disa gjëra se unë e pash edhe videon, pra ju keni ndërtuar komplet katin e parë, komplet katin e dytë me financat tuaja, pa kontributet vllajt. Katin e parë që e kam bërë unë, kam marrë dhe kredi që kam mbyllur shtëpinë. Dhe të vllajt? Jo, të shtëpinë time. Kam marrë një kredi, ne më të motrës. Gjithë shqiptarët, pra në financiare. Po katin e dytë, sepse dua të qartësoj. Katin e dytë e ka bërë djali. Ne kemi dhënë kontributin tonë. Po pjesën e vllajt ai e ka ndërtuar vetë? E ka ndërtuar djali, po i kanë rregulluar vetë me njëri tjetrin. Okej, tash na qartësove pak se çfarë. E qartë, me sa kuptoj, djali është në krahun e dajës, nuk kërkon. Djali që kur domethënë kanë nisur këto konfliktet, erdhi për mos ikur me, u martua, e rregulluam dhe me punë djalin. Po. Pastaj unë i kërkoja djalit që do bëj shtesë lart për shtëpi, se edhe unë që jam 70 vjeçë s'kam shtëpi. Jo djali tjetër, kush është ajo nuse që e do kunatin brenda në shtëpi? E qartë. Asnjë nuk e do, kështu që do rahatin e tij secili. Edhe më thot djali një ditë, ma ku do ta bësh ti më? Mbi pronën e tjetrit? Ku ti ka marrë pronën, thash? Ku ti ka marrë? Ma thuaj një çike edhe një herë. Do me thënë mbi pronën tende, është shtëpia jote. Po mirë ta gëzosh, nena ta ka dhënë dhe babai. Pra ti që ke në konflikt dhe me djalin me sa po kuptoj. I thot ai që bëj kështu ti. Dhe doli ajo që sa më shumë të gacmosh, ai zgjash të del. Do t'ju letër ditën këtu. Mirë, përpara se të vazhdojmë të historinë, më lejoni të bëj një shkëputje të detyrueshme për të kaluar tek Obeni dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer në studio të dashur miq dhe po vazhdojmë historinë e Asie Dyrmishit. Kjo është 7 vjeçare nga Berati, e cila prej 10 viteve është në konflikt me vllajën e saj për shkak të një prone të blerë këtu në Tiranë, por me sa duket kjo 7 vjeçare ka nisur një konflikt edhe me të birin dhe pse ja ka falur katin e dytë. Pra, e dashur Asie, konflikti është zgjeruar në familjen tuaj, edhe djali le të themi ju pengon që ju të bëni një ndërtim mbi katin e dytë sepse ai e quan pronën e vet. Tashi, djali nuk e ka me emër, të veçantë, do me thënë, që ta ketë ai. Është në emrin tuaj dhe të bashortit. Është në emrin tonë. Po? Jo. Edhe, do me thënë, ka kaq vjetë që ka ikur dhe edhe ai mban anën e atij, e ka bërë ai si vetë e tij. Edhe më vjen ngushten e kaluar. Edhe më thotë që si do t'ja bësh. I thash, ti e bërë sebeb që na i ke prur. Po unë kam qenë 13 vjeç atëherë, kalama. Edhe daja më tha kështu, do ta bëjmë bashkë edhe e bëjmë bashkë. Mirë, po shiko tash ç'a del. Tashi do brethun tash unë andej e këtej. Edhe i thash, sa ka filluar? Ky problem ti ik shiko punën tënde. Hajde këtu, nëse do bashkohuni, të bëjmë kërkesë edhe të bëjmë. Nëse vllai juaj Flamuri do të dëgjonte, çfarë do i kërkosh ti nga studio emisionit pa gjumë, sepse ky është qëllimi që ke ardhur. Shumë mirë. Unë do t'i kërkoj që të vi, të zgjidhi problemin dhe të jemi siç kemi qenë më përpara. Mos të kemi nga këto gjëra. Se unë ndjehem e kërcënuar. Kush e di sa herë më ka ardhur policia në shtëpi? Nuk e di kush e ka prur, nga njerëzit e gruas ti. Shiko, mundet për të bërë një shtesë katit, pra ju doni të ndërtoni katin e tretë. Në pjesën tuaj ti mund të aplikosh vetë. Mundet që vllai juaj mund mos ketë anën financiare, mund mos doj që ta shtoj katin e tretë, sepse ai nuk jeton në Shqipëri, jeton atje. Ose nëse ai nuk don dhe ti merr përsipër që të ngresh katin e tretë, neve marrim një konfirmim nga ai që ai nuk është dakord dhe ju e ndërtoni. Por duhet që të aplikoni në njësinë bashkiake apo në bashki ku jetoni dhe duhet patjetër që të merrni kontakt me vllajin. Unë ju siguroj nëse ju më jepni adresën e tij, mundet që
të flasë dhe me vllajën tuaj, ai mundet që të bëhet ndërmjetës në telefon me vllajën tuaj për të vijuar dhe unë nuk shoh që në konflikt të pasgjidhshëm. Të pasgjidhur. Që mund të ketë një zgjidhje. Ndofta këto konfliktet familjare që janë dhe larg, fjala çon fjalën, shtohet dhe nga një fjalë dhe bëhet si thash theme dhe agravohet situata. Kështu që kjo është një dëshirë shumë e mirë për të shtuar, nuk është se kanë konflikte që kanë zënë pronat, po këto kanë një dëshirë për të shtuar pronën e tyre. Pra, asia donë të ashtoj, ka 3 gjëra, donë t'i bëj 4 pasurin dhe kjo bravo që ka një iniciativë. Por kjo duhet bërë në mënyrë ligjore, nëpërmjet jush dhe pra 2 familjeve. E dashur Asie, the pak më parë që policia më vjen shpesh dhe dyshon se është kunata ajo që e sjell polici. S'ka tjetër. Konfliktin më të madh ti tani e ke dhe me kunatën? Po domosdo. Ka mundur do të flasësh me të? Jo, në asnjë mënyrë, zvjen. Ku do ta gjej? Mirë, ata e kanë ndërtuar jetën e tyre në emigracion. Po mirë, të vitë zgjidhi këto. Shiko, se vjen policia, do diçka aty brenda, ju ndërtoni pa leje, pse vjen policia? Se policia vjen pa një shkak ose pa një... Tashi, unë nuk kam qenë aty, unë kam qenë vetëm një herë, bile se ja u kam marrë dhe 2 policëve që erdhën dhe numrin personal të tyre, po megjithatë nuk dua ta di. Unë kam qenë në punë dhe kur vija nga puna, për në shtëpi më thoshin njerëzit të rrugët, qa do në policia dhe shtëpia jote? Pra se ju i keni, po thuj se si në apartament të ndara shtëpijat. Tashti, shtëpijat e tim vëllai janë me qera. Dhe me qera vjen loj-loj. Loj-loj njeri. Ju, përderisa i ka dhënë me qera dhe mundet me i kontratë notariale, a i mban vend përgjegjësi për personat që i ka dhënë. Atëherë, policia pëse vjen? Vi një dit nga puna. Po? Dhe njeri nga këta të qiras në lidhte motorin të dritarja jonë një portokalle. Ato portokalle të tëra unë i kam bjellë me gjithë vajzën, nejse. Djali nuk i pëlqente edhe kushdo që tjetë. Vete e pretat e portokallën. Vi nga puna unë edhe gjellën e kisha bëra salatën. Ullë djali për të ngrenë. Se unë kam vite që nuk ju përgjigjen fare atyre. Bej se kur zdëgjoj dhe kur jam aty, po që i më shoq del dhe sqarohet, ai unë s'kam dalë. Erdhi ai, po thëriste. Qira gjiu, ai gjë. Po. Unë nuk dola. Djali e la bukën në tavolinë dhe unë ngrit. Edhe kjo e la bukën në tavolinë dhe unë pas këtia. Tha kush e ka prerë këtë portokallin? Qira gjiu kërkon të llogarit në pronën tuaj. Kush je ti, tha djali im. Kush je ti? Dua dhe kot ndofta kjo është pyetje kështu. Dhe portokalli ndodhej në anën tuaj të pasurisë? Jo në anën tonë, jo. Aty mes për mes. Mes për mes, te hyrja. Se kam shumë për ta matur. Pra, me pak fjalë se dhe koha televizive fituron, që edhe Qira gjiu, që ka sjell vllai. Jo vetëm Qira gjiu, po disa të tillë. Persona sjell konflikte me... Edhe qa bëri pastaj? Iku, i thashun djalit, hajde futa brenda. E futa djalin, e mora e futa brenda. Vajti, në mori një hekur. Kaq? Pra ne pas ka ardhë policia. Pikat. Jo, policinë e thirrëm ne që erdi. Policia ka ardhur kështu. Po situata që nga më e rëndë. Po, edhe mora unë djalin e futa brenda, më thamë, doli, po thëriste të dera, dola unë. Tashëm pas ka ardhur i armatosur. Nxirë, tha, se do ta paketoj, tha. Djalin tënd. I thash djalit merr policinë në telefon. Erdhën policët, i morën, çuan ande. Bëj denoncimin e djalit dhe mos e hiq. Nuk e bëri. Pra, situata rëndohet dhe bëhet më e madhe, por... Kurse këta policët e tjerë që vinin, nuk e di. Dhe raste... Por ne do qëndrojmë në studio, e dashur Asie, ke diçka të fundi që do të përcjellësh nga kjo studio? Kërkoj ndihmën tuaj. Kërkon ndihmën. Dhe zonja Zita atëherë ti kërkon zgjidhje të rregullosh marrëdhëniet me Qeraxhit, do të kërkosh se kërkoj dhe dëm shpërblimin që ka 20 vjet që më kanë mbajtur kështu. Kush? Nga vllai. Përpara që ndërtimi dhe... Përpara se jep njeri për shtëpi, më japi shtëpi, aty të rri rahat. Se ai s'ka nevojë për shtëpi, po rri në shtëpi. Jo, atë se themi dot, ka nevojë. Jo, shiko, dëshira jote shumë e mirë për të rritur pasurinë se ndoshta po e teproj. Jo, nuk e teproj. Por personi që ka shtëpiat e veta mund t'i shes, mund t'i tjetërsoj, mund t'i japi me qera.
Megjithatë unë do kontaktoj me vllajën e Asijes. Dashur, Asie, lëmi një seancë të dytë që jemi gati për të folur dhe me zotin Flamur. Gjithsesi, unë të falenderoj e dashur Asie, do të përcjell, po më duhet të kaloj në këto momente se në minutat e fundit do qëndroj me avokaten, dua t'i bëj një pyetje ditën e sotme, por do kalojmë tek një këshill mjekësore, do të jemi te Prostatoli, një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore që ndihmon në probleme dhe funksionimin e prostatës dhe rikthehemi në minutat e fundit. Të falenderoj. Mirë, jemi rikthyer në studio, në fakt jam vetëm avokate në Drita Avdyli, vetëm pak minuta kemi, e dëgjove se shëra e parë që vjen në studion e emisionit Pa Gjurmë, një ndër konfliktet që ne trajtojmë në fakt, e patë nuhatjen, dhe sa më shumë të gacmojnë të histori, më shumë dalin problemin. Kam një eksperiencë, po gjithë llojet e konflikteve, po jo vetëm të pasurive familjare, penale, civile, marrëdhëniet e punës, gjithmonë personat tregojnë diçka, pra konflikti është si puna e icebergut. Vetëm pak duket, vetëm pastaj me pyetjet tona të hapura dhe të mbyllura, nxjerrim atë konfliktin real, problemin real. Po sigurisht, pra konflikti duhet dalë real që të gjejmë metoda për ta zgjidhur. Ky rasti të duk. Nga 1 deri te 10 sa i zgjidhshëm, le të themi në ndërmjetësi. 7 deri në 8 zgjidhet pra. Sepse është një dëshirë e njërës palë për të bërë një ndërtim në katin e tretë. Sigurisht që nëse pala e tretë nuk donë, jep dëshirën dhe ndërto merret një leje. Por, unë e theksoj, shqiptarët nuk e kanë akoma edukatën juridike të kontratave, të lejeve, pra çdo gjë duhet marrë me shkrim, me leje dhe iku koha që ne do fusim këto para dhe ti do fusish pra gjërat familjare duhet që të bëhen sa më shumë në mënyrë të shkruar. Nëse Flamuri, vllai i zonjës Asie do na ndiqte dhe jam e sigurt që do na ndjeki, ke diçka për t'i thënë përpara se të realizohet një episod i dytë, një takim? Absolutisht, ajo është i hapur që të vi, sigurisht që më vjen mirë që shqiptarët që janë emigracion kanë kontribuar me remitancat e tyre, jo vetëm në jetën e tyre atje, por dhe këtu, dhe më bëjt qefi që kanë marrë dhe legalizimi dhe i kanë pronat me certifikata. Kjo është një fjalë që i falenderoj. Ndërsa për gjithë qytetarët që na ndjekin, unë i këshilloj që nëse kanë konfliktet të ndryshme, divorcin, përndarjen e pasurisë, konfliktet e pronësisë, marrëdhëniet e punës, nëse kanë konflikte, mos i drejtohen gjykatës, por të zgjidhin një ndërmjetës, sepse zgjidhjet janë shumë të shpejta, pra brenda muajit zgjidhen, janë shumë konfidenciale dhe sigurisht paguhet një ndërmjetës për të dy palët dhe jo si në gjykatë që marrin 2 avokatë. Dhe jo vetëm që aktmarrëveshja është një titull ekzekutiv, do thotë si një kontratë notariale, por dhe më shumë, por është më shumë se një vendim gjykate. Dhe nëse në gjykatë konflikti nuk shuhet, sepse njëra palë fiton dhe tjetra humbet, në ndërmjetësim fitojnë të dyja palët, që rregullohen dhe marrëdhëniet e palëve kur shuhet dhe ky konflikt. Unë të falenderoj që të pata sot në studio dhe do jesh pjesë e emisioneve tona, problemeve që kemi nevojë për ndërmjetësim. Faleminderit avokate. Faleminderit dhe ju dhe nëpërmjet këtij emisioni ndërgjegjësoni dhe zgjidhni shumë probleme dhe konflikte që janë të shumta në shoqërinë. Të falenderoj. Mirë, kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme dashur miq. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër. Ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë live ora 16 këtu në ekranin e Reporters TV. Bashkë mirupafshim.